Gjyri ta shkëmbyrë. Holber? Apole? Baş mikrofon hiç var. Grupi parlamentar I Lidhjes Demokratike shqyrtoi kërkesën e kryesisë së LDT-s për nisjen e procedurave për promocionin e mosbesimit ndaj qeverisë kurdi. Grupi parlamentar përkrah vendimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe fillon përgatitjet për mocionin e mosbesimit. A ka unitet brenda LDK-s për këtë mocion? Duke marrë parasysh rrethonat në cilën gjendemi, duke marrë parasysh se jemi në situatë të gjendjes emergjente për shkak të virusit korona, duke marrë parasysh se në konsideratën tonë është jashtëzakonisht e rëndësishme raporti që duhet ketë Republika e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe duke marrë parasysh ne vlerësojmë barazleshëm të rëndësishëm ministrin e punëve të brendshme me ministrin shëndetësisë në çështjen e virusit korona, vlerësojmë se kryeministri Kurti qëllimshëm nëpërmjet shkarkimit të ministrit të punëve të brendshme ka dhënë përgjegjësi. Pra, konsiderojmë se është veprim I qëllimshëm I largimit nga përgjegjësitë udhëheqësit të qeverisë së Kosovës, sepse zoti Kurti e ka pas për detyrë ligjore dhe kushtetuese që të garantojë institucione të qëndrueshme dhe stabile këtë ditë. Zoti Kurti në mënyrë të njëanshme, nëpërmjet vendimit që e ka marrë, ka rrezikuar një pjesë të rëndësishme të funksionimit të institucioneve, sepse ju e dini, jo vetëm Kosovë, por mbar botën, sot institucionet e sigurisë konsiderohen si më të rëndësishme në luftën kundër këtij virusi I cili po shkakton mijëra viktima në tonë botën. Pra, vendet tjera kanë mobilizuar ushtri, polici dhe gjitha aparaturën shtetërore, ndërsa në kulmin e krizës, zoti Kurti merr vendim që shkarkoi ministrin e punëve të brendshme pa arsyetim dhe pa vendim të qartë pse zoti Kurti po bën këtë. Pra, ne vlerësojmë që zoti Kurti në mënyrë të njëanshme, të vullnetshme dhe të vetëdijshme është larguar nga qeverisja. Ka pritet të jetë seanca dhe a ka pasur zëra kundër, siç është raportuar në media? Seanca mbetet të vendoset në bashkëpunim me kryetarin e partisë dhe duhet të shihet se sa do të mbledhen vota përkrahase për këtë mocion për shkarkimin e qeverisë Kurti, por kjo është një çështje e cila do të jetë procedurë që merret në bashkëpunim me deputetët nënshkrues, sepse duhet të bëhen të paktën 40 deputet nënshkrues për kas të këtij mocioni. Ka qenë Vjosa Osmani edhe Lumir Abdixhiku mbledhen në sotme. Lumir Abdixhiku nuk është antar I grupit parlamentar të LDK-s, është antar I qeverisë dhe nuk merr pjesë në mbledhjet të grupit si tillë. Zonja Osmani ishte pjesë e mbledhjes grupit parlamentar. Çfarë vote ka pas zonja Osmani? Pro apo kundër? Nuk është votuar sepse për këtë çështje nuk votohet. Zonja Osmani ka pas mendim të ndryshëm nga grupi parlamentar dhe së bashku me 2 deputet tjerë të cilët kanë rezerva për mendimin. Kush janë ata deputet? Nuk mendoj se unë se duhet me u deklaruar emrin të deputetëve tjerë, por mendoj se është e rëndësishme që ne të krijojmë një frym të bashkët dhe një unitet brenda LDK-s dhe në Kosovë të çojmë mesazhet të sigurisë dhe mesazhet të vazhdimit të funksionimit të institucioneve të Kosovës. Në rrethonat të cilat gjendemi, mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të jemi unik, të krijojmë një sinergji të veprimeve në rreziqet të cilat I ka shoqëria kosovare nga ky virus infektues, por të njëjtën kohë në rreziqet që po I përmban shteti I Kosovës dhe raportet janë është të rrezikshme veprimet të cilat kanë ndodhur dhe të cilat po I rrezikojnë raportet e shtetit. A do të kërkoni edhe vota të PDK-s?
Unë nuk jam marrë në këtë pjesë, unë deri tash kam më thonë se kam pas për detyrë që të koordinoj grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nëpërmjet grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës të çoj përgjigjen te kryetari i LDK-s dhe pastaj të çohim se si do të bëjmë. Kur do të fillon mbledhja e nënshkrimeve dhe a keni më shkuar në zyrat e grupit parlamentar të PDK-s me i marrë nënshkrimet? Lidhja Demokratike i kanë dhënë nënshkrimet unë ndori kam. Për të tjerë. A mundu me pa lisën? Jo, nuk mundi me pa. Sepse nuk është finale dhe kur të jetë finale do ta shikojmë. Sa nënshkrime? A mund ta tregoni sa nënshkrime? Deri sa të kalon situata me koronavirus apo më herët do ta shkojmë në qeveri? Mendoj se emocioni i votësimit do të jetë më herët, por gjithsesi nëse zoti Kurti merr veprime proaktive të eliminojë dy probleme të cilat i ka shkarku, nuk e dia do të ketë vullnet po të LDK-ja që ta ritrajtoj këtë çështje, por ai ka dy probleme kryesore. Njëri problem është heqja e taksës dhe tjetra është garantimi i një qeverisje stabile për cilën zoti Kurti ka dëshmuar që nuk mundet më fort. Domethënë se bën këto dyja, ju do të hiqni mbrapa më Jo, unë nuk po them që Nëse hiq taksën edhe nëse unë nuk po them këto, unë po them që Lidha Demokratike e Kosovës i ka këto dy probleme me zotin Kurti. Nëse zoti Kurti do me kon proaktiv dhe me heq këto dy probleme për rrugë, atëherë varet te kryetari i LDK-s dhe kryesisë së LDK-s, a do të vazhdojnë apo jo. Nuk muj me thonë unë përgjigje. Nëse nuk mohoni keni aktualisht në dorë? Unë as nuk e mohoj, as nuk e pohoj. Sa nënshkrime keni prej LDK-s në chatlistën që keni aktualisht në dorë? Ka mjaftueshëm sa për të deklaruar që 24? A janë shumica? po shumica patjetër që Sa? LDK ka 28 deputet. Sa nënshkrime keni në dorë? 25-24. Por nuk ka rëndësi numrat, se presim në dy deputet nuk janë Prishtinë, pritet më ardhmë me nënshkru, për atë arsye nuk më me dhënë numra dhe Që i bjen minus 5 nënshkrime, 3 që kanë qenë kundër dhe 2 që janë këto. atëherë konkluzionit i nxertë jonë. Jo, Unë- në bashkë deklarove ti. Unë mendoj që ajo që ka muj me thonë duhet të jenë gjëra të konfirmueshme dhe të mashme. Nëse zoti Kurti thret mbledhje qeverisë, a do të shkojnë njëtat e LDK-s? E kanë për detyrë kushtetuese dhe ligjore që të jenë prezent deri në vendimin final i Edhe cili do nëse të merret. eventualisht në Edhe atë nëse mbledhje vjen- hiqet taksa, Edhe çka nëse ndodh me bjen nënshkrimet? qeveria, Me ministrët e mocion. LDK-s e kanë për detyrë me marrë pjesë, sidomos duke marrë parasysh se jemi në një situatë emergjente Nëse shëndetësore. eventualisht në atë mbledhje hiqet taksa, Uno? nëse eventualisht në atë mbledhje hiqet taksa, çfarë ndodh me emocionin e LDK-s? Kjo është një A do hipo- të tërhiqen? Kjo është një hipotezë për cilën nuk Po, mund pra, të dhon tash përgjigje. eventualisht. Nuk muj me dhënë një konkluzion mbi bazën e një hipoteze teorikisht spekulative. Nëse është kërkoni, a do t'ja dërgoni një emër tjetër e kryeministrit për ta zëvendësuar do të mbledhje? Vetë pa ministri apo një brendshme. Nëse po vjen qeveria, çfarë do të bëni me pozitën e ministrit? A e dërgoni emrin apo Ai është janë dy zëvendës ministra aty, nuk e di. Nuk besoj që do të ketë kohë për veprimet e tij. A është opsion qeveria teknike dhe atë pranon të bashkëpunojnë edhe PDK? Këtu në emër të një deputetit tuaj foli papai i saj, sa është normale me fol prindi për vajzën e saj, po deputetit. Nuk e di pse keni marrë ju deklarat për ti. Nuk përfaqëson Përfaqëson LDK dhe nuk përfaqëson qëndrimin grupin e parlamentar zonjës të Gece. LDK-s. Atëherë është çështje familjare për cilën s'kam koment. Ai ka fol në emër të vajzës saj, po. Nuk kam koment unë për raporte familjare. Po, Ç'a? ka qenë brenda. A më mirë komentuar raporte familjare tua? Jo, ka qenë brenda kuadrit, po. Zdigoshi, Parlamentar të LDK-s. Jo, në emër grupit parlamentar të LDK-s flas beson. Po përshtyp. Zdigoshi, a është LDK-ja për një qeveri teknike ku pjesë e saj do të jetë edhe Partia Demokratike e Kosovës? Kjo është një spekulim për cilën unë nuk më dhon përgjigje. Unë po ju pyes. Ai një pro apo ndër A s'keni diskutuar fare në grupin parlamentar? Faza e parë është mocioni i votësimit ndaj qeverisë. Zoti Abrashi sot tha që nuk kemi në shkuën zgjedhje, po duhet gjetur një zgjidhje kreative. Zgjidhja kreative në këtë Edhe rast zoti si është? Abrashi ka dhënë mendim personal. Unë po japin qendrimet e grupit parlamentar të LDK-s. Zoti Gasha e ka nënshkruar ose Osmani mocionin. Ju thash një herë që jo. A keni me marrë parasysh qëndrimin e zonjës Osmane, a keni diskutuar Patjetër qëndrimin kemi e saj? diskutuar gjatë. Vjosa është një kolege e respektuar dhe e dashur për neve dhe po ashtu gjë shoqë jona shumë e mirë. Edhe një aktiviste shumë respektuar në LDK-s. Në këtë çështje ka kohë që zonja Osmani ka mendim ndryshe që unë e respektoj totalisht. A do të vazhdoj zonja Osmani që ndroj kryetare e kuvendit dhe dim që partia fituese ka dalë të propozoj kandidatin e ri. A mund të ketë ngërsh të ri nëse zonja Osmani jep dorëheqje? Jo, me sa diun është një vendim i çështja e dorëheqjes është çështje individuale për cilën duhet të flisni me zonjën Osmani. Çështja e propozimit është çështje kushtetuese, si ju thotë. Nëse prapë është një hipotezë spekulative.
Në rrethana që jemi, zoni Osmani është kryetari i Kuvendit. Faleminderit. Faleminderit.